Nuk ka mundësi ta hekim për kushtetutës gjuhën shqipe. Mundet me pas tensione, si s'mundet me pas? Balla, s'ma merr mendja, ajo parti unë si i njoh deri që tash vetëm punë negativ kanë punu. Jemi në qarëshi të Shkupit dhe sot do të pyesim qytetarët për një deklaratë që ka dhënë zotri Ali Ahmeti. Ai thotë që nëse hiqet gjua shqipe nga kushtetuta, mund të ketë destabilitet në shtet. Çfarë mendojnë qytetarët do ta kuptoni nga materiali i përgatitur në vazhdim. Kjo është bosh muhabet. Rrinat e partia që kanë në pushtet. Që 20 s'ka më kurrë. Lam. Si vjen marrë turp. Do me thonë ju mendoni që nuk do të hiqet gjua shqipe nga kushtetuta? Po, këto shken në qeveri që 30 vjetë. Këto janë bla, soj guzhe, për që gjepët të vejta, në morën qafë. Gjuha është e përbashkës, sa është e Maqedonëve dhe e shqiptarëve, nuk mund të hekim. Nëse vjen deri te ajo do ketë problem. Ju si qytetar nuk është vetë Maqedonëve kjo. Normalisht që kemi ne drejtat tona me fol gjuhën shqipe. Pse me hid ke institucionet me fol maqedonisht ku me fol gjuhën tonë. Për momentin nuk ma merr mendja që do të ketë shka. As nuk mundet më hesë, se shumë sene nuk më varën për asnjënit as për qetit në këtë qytet. Kuta? Nuk mundet më hekën, duhet më hekën. Shqipe do të ngelet ashtu si që Do të ngellë që shashtë. Milala, ma fort më bo se nuk i nga pakisa, vishë. Na i na shumicë. A mund të hiqet gjua shqipe nga kushtetuta apo jo? Balla, s'ma merr mendja, ajo parti unë si i njoh deri që tash vetëm punë negativ kanë punu. Faleminderit.